Kjo dëshmon se Aleanca është një subjekt shtetëformues, institucionalist dhe tregon se në Aleancë ka pikuri politike dhe kjo tregon se në brenda Aleancës ka demokraci. Vetë fakti që lideri ynë i pakontestueshëm Ramush Haradinaj, do thotë që na Shqipëria e ka hap krahun, do thotë në kupton gjithashtu që e përmenda. Ardian Xhini është personi më kompetent për ta kryer për ta ushtruar këtë detyrë. Thjesht ka kaluar për gjitha proceset e shtetbërjes dhe shtetndërtimit. Ka qenë pjesë e ushtrisë lavdisë shqiptare, ka qenë deputet, ka qenë ministër në qeverinë e Kosovës dhe mandati i tretë që është dekullhequr komunën e Gjakovës dhe mund të them thjesht dhe lirisht me përgjegjësi që me çdo buxhet që ka pas Ardiani e shihni që ka bën reformë, çfarë dyshime dhe reforma në kuptimin pozitiv që po e them këto në emisionin tuaj këtë podcast që qeveria aktuale për një 5 vjeçar se 6 me gjithë këtë buxhet nuk ka bërë investime sa ka bërë Ardiani vetë në Gjakovë. Është një figurë unifikuese, është pranuar mirë nga gjithë, ndërsa Ramush Haradinaj ka qenë domthonë luftar, por Ramush Haradinaj ka qenë Aleancë, prisja e Aleancës, është lider historik, ka me qenë në Aleancë dhe do të jetë në Aleancë duke përkrahur Ardian Xhinin në vazhdimsi.